gjatë studimit. Fillimisht, Dita.online është platforma që përmban tekstin e kësaj projekti të dytë në internet. Kemi edhe aplikacionin që së shpejti dhe zotin në të kreat dhe ashme dhe t'hidhe online, që është më praktik për telefonët edhe tabletat. Por nëse shkojnë të Dita.online, që ose nuk e keni parë shumë për e nëse e kanë parë, që tani lartë ka një kuti me një motor kërkimi, atë duhet të shpjegoj pak se si mund ta përdorim, si mund ta vëmë në shërbim. Me që ashtu bënë scroll pak më poshtë, Okej, disa ka mënyrat edhe pak më poshtë. Mënyrat e kërkimit, në këtë motor kërkimi, ne dëshirojmë që të vëmë sa më shumë gjëra që si e studioni ju Biblën, si e studioni ju Biblën. Pra unë jam nisur nga mënyra se si e studioni ju, çfarë më duhet kur studioj Biblën. E para është mënyra më e thjeshtë që ti mund të shkruash fjalën direkt, ndërsa shkruan ato fjalë kërkon për ato fjalë, kjo është e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë. E dyta është që shkruan rrënjën e fjalës dhe pastaj shkruan një yll asterik dhe ajo do të nxjerrë të gjitha fjalët të cilat fillojnë me atë rrënjë. Nëse doni ta vini yllin përpara ose të vini dy yje, atëherë thoni për shembull i frytshëm ka dhe i pa frytshëm. Nëse i doni të dyja, edhe i frytshëm edhe i pa frytshëm, atëherë po ta fillosh vetëm me fryt, nuk do të dalë i pa frytshëm, se është rrënja. Kështu që po ti vësh një yll përpara, do dalë edhe i pa frytshëm edhe i frytshëm. Por nëse doni që të kërkoni me rrënjën e fjalës, atëherë shkruaj vetëm rrënjën dhe tjetrën pastaj bëni me yll. Tjetra është me fraza. Shumë aty shkretëria e qiellit si shprehje. Nëse doni kërkimin ashtu siç po e shtypni, atëherë mund ta vini këtë gjë me thonjza. Nëse e bën me thonjza, atëherë ai kërkim do t'ju japi pikërisht atë që kërkuat ju. Pra nëse tha mbretëria e qiellit, do t'ju shfaqë vetëm atë shprehje siç është shtypur, nëse e vini me thonjza. Nëse nuk e vini me thonjza, atëherë do ketë mbretëria në gjitha format e lakimit të emrit, mbretërin, mbretëris, mbretërit e tjerë, dhe fjalën qell. Dhe fjalët që janë nyjet, atëherë do t'i injoroj. Kështu që do marri fjalët kryesore në këtë rast, gjitha format e mbretërisë së qellit apo në format të tjera. Kështu që nëse e doni, unë po kërkoj vetëm këtë fjalë, siç a gjepi dita e Zotit. Okej, atëherë futem në thonjza dita e Zotit, edhe kërkoj vetëm në atë mënyrë, do dalim vetëm ato shprehje që është dita e Zotit, por nuk do të jetë ditës së Zotit, ose ditëve të Zotit, ose diçka e tillë. Do jetë ashtu siç është shtyp fjalë për fjalë. Nëse i do të tëra forma, atëherë mos e bëni thonjza, dhe ajo do t'i japi si për lakimet e emrave, si për zgjatimet e foljeve, e kupton që i doni të gjitha format. Mund të kërkoni vetëm me një kapitull të caktuar. Zarafilla 1 do të nxjerrë gjitha vargjet e atij kapitulli. Çfarë do kapitulli që doni. Një varg të vetëm specifik, Gjoni 3:16 do të nxjerrë vetëm atë varg. Gjoni 3:15 deri 17. Këto janë me vargje me një numër caktuar vargjesh. Pra e dua nga ky varg, nga vargu 1 deri në vargun 8. Do nxjerr gjitha këto vargje për këtë kapitull. Dhe do ta bëj atë. Nëse doni të kombinoni disa forma të ndryshme të kërkimit. Për shembull, doni gjithë kapitullin 6 të Mateut, doni Gjonin 10, po vetëm vargjet 10, 24 edhe 31. Atëherë bëjeni bashkë, të ndash me pikpresje. Pikpresja ndan një referencë nga një referencë tjetër. Nëse do vetëm presje, atëherë do ta lexoj si një varg tjetër. Pra vargu 10, presje, vargu 22, do nxjerrë vetëm ato dy vargje. Nëse doni me reditje vargjit nga një varg të caktuar, i bëjmë listë në mes, 1 deri në 5, fjala vjen 15 deri 17, në këtë rast, nëse doni një referencë tjetër, bëj një pikpresje dhe shkruaj referencën tjetër mbas asaj. Ja e fundit ka një varg nga Gjoni, ka 12 vargje nga Jakobi 3 dhe ka 3 vargje nga Zarafilla 1 që janë të ndara me presje. Kjo është forma e kërkimit
në motorin e kërkimit, që jep më tepër mundësi se sa thjesht një kërkimi thjesht një fjale të vetë. Nëse shkon lart fare, shtyp diçka që fillon me A, nuk e di, provoj, shtyp dhe shkojnë A. Këtu do të shikosh, ndërsa shtypni një shkronjë, ajo do të nxjerrë të gjitha fjalët që përmbajnë atë shkronjë, që ju ndihmon që ta dini që nëse po kërkon një fjalë dhe nuk gjendet, shansi është që nuk është në Bibël, ose nuk gjendet sepse po kërkoni një formë të caktuar të lakimit e emrit ose të zgjedhimit të foljeve dhe nuk është në formën bazike. Sidoqoftë, ndërsa shtyp ajo të nxjerrë si fjalët që i bën që përputhën atë që po kërkon, shkruaj edhe një shkronjë tjetër mbas asaj të parës, okay. Dhe shumica e këtyre fjalëve kanë edhe kategori, sepse ju thash që ne kemi punuar me fjalët në fillim, kemi bërë kategorizim të çdo fjale, kështu që do ju shfaqet që ky person ose ky emër që po kërkoni është fjala nga Bida Noel, ky fundit është nga Inda, sundues, vërtetues të tjerë. Këto janë kategori, ai sa mund të shfaqet, ajo mund të ketë 10 kategori për shembull, kjo është ajo si fjalë që po kërkon ti. Por ndërsa shtypni pra me plotësimin e fjalëve ndërkohë që shtyp bën këtë gjë. Unë dua të jem praktik në mënyrën që prezantoj gjërat, kështu që le të marrim një rast konkret edhe flasim pak se si mund ta përdorim këtë gjë. E para Timoteut, ta bëjmë switch të PowerPoint-it, para Timoteut, kapitulli 3, meqense këtu jemi me pastorë dhe drejtues, besoj që kjo është shumë e përshtatshme për të shembull. Do lexoj vargjet 1 deri në 7. Thotë, kjo thënie është e vërtetë, nëse një njeri dëshiron oficiin e një peshkopi, ai dëshiron një punë të mirë. Një peshkop pra do të jetë i pafajsueshëm, bashkëshort i një bashkëshorte të vetme, vigjilent, i esullt, me sjellje të mirë, i dhënë pas mirëpritjes, i prirur për mosindënie. Jo i dhënë pas verës, jo që godet, jo i ballazitur për fitim të ndyrë, por i durueshëm, jo gëllëvec, jo lakmitar, një që udhëheqni shtëpinë e vet, duke pasur fëmijë që nështrohen gjithë seriozitet. Se nëse një burr nuk di si të udhëheqë shtëpinë e vet, si ka për të kujdesur ai për kishën e Perëndisë? Jo rishtar, se mos duke ngritur lart në prenëri, ai bie në dënimin e djallit, por më tepër ai duhet të raportohet për mirë nga të jashtëm, që të mos bjerë në poshtrim dhe në lagun e djallit. Një nga gjërat që ne bëjmë, padyshim si pastor dhe drejtues, është studimi i fjalës Perëndisë, jo vetëm për mosindënie apo për të dhënë një predikim, por radhë parë që të dëgjojmë nga vetë për vetën tonë nga Zoti, të dimë çfarë thot Zoti, por padyshim që procesi i studimit është shumë i rëndësishëm. Kështu që në këtë listë jepen disa nga cilësitë e karakterit të një njeriu i cili mban një ofic të caktuar. Në këtë rast bëhet fjalë për një pastor, Bibla përdor 3 fjalë të ndryshme për të përshkruar këtë ofic. Ai quhet peshkop, quhet pastor, quhet edhe plak. Dhe për këtë konkretisht kjo është një nga nga listat e cilësive të një drejtuesi, të një pastori. Pjesa tjetër e listës gjendet tek titulli i kapitullit i parë. Nuk e shohim ato me hollësi, por thjesht që ta dini. Dhe gjitha së bashku bëjnë 23 cilësi, që janë cilësitë e karakterit të njeriu të Perëndisë. Pra çfarë pret Perëndia nga një drejtues, nga një pastor. Tani, kjo nuk do të thotë që është vetëm për pastorët, Zoti nuk ka standarde të ndryshme, një për pastorët dhe një për të krishterët e tjerë. Por ajo që thotë Zoti ka një standard për të tërë, por kjo listë është që kur dikush caktohet në këtë rol, ai duhet të përmbushë këtë cilësi. Pra nëse nuk i përmban këtë cilësi, atëherë ai nuk duhet që të caktohet në atë ofic. Kështu që duhet që duhet përdorur reglat ta shikojmë bashkë. Kështu që le të shkojmë pra të website-in. Okej, atëherë lart tek pjesa e kërkimit, shtyp fjalën ofic. Enter. Okej, tani shko nga fundi fare, edhe deri në fund fare. Okej, shko pak lart, lutem, se kur i bën live këto, okej. Atëherë lart bëje, ku thotë 110 rezultate për faqe, bëje 100.
Ishin rezultate për faqes, 10 janë shumë pak, tani ecë deri në fund fare. Okej. Ecës deri në fund fare. Do të shoh ato djatës së re, për shumë. Ecës. Apo është, okej. Pra ke ofiqin e djatët, e ke të parë të Timoteu 3, para Timoteu 3:10, okej. Ke ofiqin e një peshkopi, ecë pak larg. Okej, ajo është të gjitha gjymtyrët që kanë të njëjtin ofiq, vazhdo. Pra Pali flet për ofiqin e tij si apostull, ke ofiqin e një apostulli, ecë pak më lart, se kjo peshkopin, po e pa, i priftit. Okej, pra thjesht duke kërkuar fjalën, ti i gjen për kufizimin, cilat janë ofiqet që Zoti ka zyrtarizuar në Bibël. Pra, në kohën e kishës ka dy ofiqe që Zoti përmend me emër, ai i peshkopit, si i pastorit, peshkop, zjarr, pastor, është një fjalë, është një ofiq, dhe ai i djakut, dhe Zoti i thonë që këto janë ofiqe. Tani, më përpara ai mund të ketë qenë mbikëqyrës për shembull, nuk e thoshte fjalën ofiq. Dhe ti hundisi e lidhjen që këto janë ofiqe, janë zyrtare që Zoti i ka caktuar. Të gjithë mund të shërbejnë në kishë dhe duhet të shërbejnë në kishë, por që dikush të caktohet në një ofiq të caktuar, Zoti ka përcaktuar cilat janë ato ofiqe. Ne nuk jemi në djatën e vjetër, kështu që nuk ka ofiq priftërie, sepse që të ketë një priftëri, duhet që të ketë një rend priftëror. Prandaj nëse dikush thotë unë jam prift sot, pyetja ime e parë është, okay, cili rend priftëror po i shërben? Sepse rendi i djatës së vjetër ka përfunduar. Krishti e bëri flimin dhe veti u çau në dysh, amen. Kështu që ne kemi hyrje në qasjet e Perëndisë, sepse ai na qas me anë të Jezu Krishtit. Pra ai rend priftëror i levitëve nuk është më në funksion sot. Kështu që kur dikush thotë unë jam ofiqi i priftit, kam këtë rol, atëherë unë pyes, okay, sipas cilit rend priftëror? Sepse Bibla në djatën e re, thjesht duke parë fjalën ofiq, ato që Zoti e ka caktuar, e kuptoj që, okay, këto janë ato që Zoti ka caktuar. Kështu që kur ti fillon edhe studion fjalën, gjëja e parë që do bësh është kërko sipas fjalëve që do gjesh në tekst. Sepse Zoti do t'japi për kufizimin e tyre ashtu siç i përdor edhe i përkufizon ai në Bibël. Okej, një nga cilësitë tjera, thotë në vargun 2, një peshkop duhet të jetë i pafajsueshëm. Okej, shkojmë atje pra, edhe ta provojmë këtë i pafajsueshëm. I kemi aty, okej, mirë s'ka mirë, në PowerPoint. A fani pak se kjo është që teknike edhe. Okej, përmendja e parë e fjalës i pafajsueshëm. Çfarë do të thotë që një pastor duhet të jetë i pafajsueshëm? Okej, në versione të ndryshme është dhënë i patonet, është dhënë i paqortueshëm, por pastori nuk është i patonet, gjithë pastorët të thonë amen. Pse, vetëm Krishti është i patonet, gjithë ne kemi të meta, dhe si jemi të patonet. Nuk jemi të paqortueshëm sepse her pas here edhe neve na duhet të qortim. Me punësi, me dashuri e Zotit, po ndonjëherë kemi nevojë. Është i pafajsueshëm, kjo është cilësia që Zoti kërkon. Tani çfarë do të thotë i pafajsueshëm? Okej, mund të hapim fjalorën e gjuhës shqipe, mund ta shohim kufizimin, por Zoti e përkufizon në fjalën e tij. Atëherë, shohim disa mënyra se si Zoti e përdor. Zefania 24:10 thotë dhe tani ai tha, u bë sipas fjalëve të tua, ai me të cilin gjendet kupa ka për të bërë shërbëtor i mirë, dhe ju keni për të qenë të pafajsueshëm. Është historia kur vëllezërit e Jozefit shkojnë në Egjipt, e takojnë Jozefin, ai i kthen mbrapsht ata në shtëpia e babait, edhe ai i vë kupën në thesin e Benjaminit, sepse ai e donte Benjaminin dhe kishte dobësi për të kishin të njëjtin babë edhe nënë. Nëse ishte vllai i vogël dhe kishte dobësi sepse dhe ati e donte atë. Dhe e fut kupën në thesin e Benjaminit. Pastaj dërgon njerëz në mbrapa që t'i kapin ata dhe të thonë, shikoj, ju keni marrë kupën e Jozefit, kupën e hartë e Jozefit, duhet ta kishit bërë këtë gjë. Edhe thonë në asnjë mënyrë, ne erdhëm me lekë për të paguar, ti e di këtë gjë, ne jemi shërbëtorët e tu, si mund ta bënim ne një gjë të tillë? Pra ka një debat që lind aty, ka një akuzë që i bëhet dikujt, ka një debat që lind, edhe ai thonë, ajo që do të bëjmë është këtë gjë. Do të hapim thasën, do të shikojmë brenda dhe aty ku ti gjendet kupa, ai do të jetë shërbëtori i. Por ju të tjerë do të jeni të pafajsueshëm. Pse? Sepse pas ballafaqimit të fakteve, pasi të hapen thesët dhe të ballafaqohen faktet, kur të gjenden
fajtori, ju të tjerë që nuk ishit pjesë në këtë gjë, ju jeni të pafajsueshëm. Atëherë, çfarë do të thotë që një peshkop, një pastor është i pafajsueshëm? Nuk do të thotë që ai nuk mëkaton asnjëherë, por do të thotë që mënyra se si ai jeton jetën është që ti nuk e fajson dot me të drejtë. Pra ajo nuk mohon akuzat, sepse edhe Krishti u akuzua, i paraqitën dy dëshmitarë të rrejtë kundër tij, dëshmitë e tyre nuk përputheshin, pra nuk do të thotë që një drejtues nuk do të akuzohet asnjëherë, por do të thotë që pasi të verifikohen faktet, pasi të hapen fasët edhe letrat apo telefonat apo ku diun se çfarë, ti nuk e ngarkon dot me faj. Pra akuzat që i bëjnë atij nuk i ngjisin sepse faktet nuk mbështesin atë gjë që ai për cilën ai është akuzuar. Prandaj te para Timoteu 5 ai thotë që kundër një plaku, kundër një pastori, mos pranon një akuzë përveç se me rastin e 2 ose 3 dëshmitarë. Pra nuk mund të jetë një njeri i vetëm që akuzon ata që janë në vletim pa fakte dhe të merret për bazë fjalës e tij pa patur dëshmitarë apo fakte të tjera. Kështu që kur themi fjalën e pafajsueshëm, nuk është që ne duhet ta shpikim përkufizimin e saj apo çfarë do të thotë kjo fjalë. Thjesht futu në libër edhe do të shikosh si e përdor Zoti atë fjalë. Në para Samuelit 26:9 është një herë tjetër ku përdoret kjo fjalë. Davidi i tha Abishaiut, mos e shkatërro sepse kush mundet ta shtrijë dorën kundër të vajosurit të Zotit e të jetë i pafajsueshëm. Pra është momenti kur Davidi e gjen Saulin në një kohë të vështirë për të. Ai mund ta kishte vrarë Saulin, Zoti ai kishte dhënë premtimin që ti do të jesh mbret, pra ai me mendjen e tij, ai mund të kishte ngritur dorën kundër Saulit, ta kishte goditur atë sepse Zoti ai kishte dhënë fjalën që ai do ishte mbret etj. Megjithatë, ai thotë Abishaiut mos e bë këtë gjë, sepse pavarësisht gjendjes, ky njeri është i vajosur i Zotit dhe nuk mund ta bëj këtë gjë dhe pastaj të quhemi pafajsueshëm përpara Zotit. Kështu që ajo që Zoti bën kur ne kërkojmë fjalët që ai përdor, prandaj folim pak për fjalët e sakta dhe rëndësinë që kanë fjalët e sakta në përfim, është që Zoti i lidh fjalët, Zoti i lidh vargjet, ai do të fillojë të t'japë shembull pas shembulli që ti kur fillon studion në këtë mënyrë, do të kesh aq shumë material saqë nuk e jep dot me një predikim. Pastorët shpesh thonë, po çfarë do predikoj, si do ta mbush nga 30 minuta deri një orë 30 minuta, se këtu janë të gjithë që predikojnë edhe e di që predikimi mund të jetë shkurtër ose shumë i gjatë. Por nëse studion në këtë formë, nuk do kesh problem e para për të patur material. Së dyti, Zoti do të mësoj aq shumë gjatë këtij procesi, saqë ti duhet të zgjedhësh pastaj. Okej, në këtë mësim do fokusohem tek kjo gjë. E dyta Samuelit 3:28 është një rast tjetër ku përdoret pafajsueshëm. Por më pas Davidi e mori vesh, ai tha: unë në mbretëria ime jemi për jetë pafajsueshëm përpara Zotit për gjakun e Abnerit, birit të Nerit. Kjo është historia kur Abneri, i cili kishte qenë në shërbim të Saulit, pasi Davidi është bërë mbret, Joabi e godet atë edhe mbret. Mirë po, përpara se Joabi ta vriste, Davidi kishte thirrur atë në shtëpinë e vet. Ai kishte ardhur te shtëpia e Davidit, Davidi e priti shumë mirë, ata bënë një ligë së bashku që Abneri të merrte edhe të jepte mbështetje Davidit nga pjesa veriore e fisëve të Izraelit. Dhe ajo që ndodhi është që Joabi e godet Abnerin dhe ai vdes. Dhe Davidi thotë që të gjithë duhet ta dinë që unë jam i pafajsueshëm përpara Zotit për gjakun e Abnerit. Pse? Sepse faktet e kishin provuar që Davidi e kishte vritur, Davidi kishte bërë një beslidhje me ato dhe nuk e premte në besë që të shkonte ta vriste pasi ai kishte dhënë fjalën që do ishin në bashkësi me njëri tjetrin, do ishin në beslidhje me njëri tjetrin, por ishte Joabi ai që e bëri. Pra, ajo që ndodh është që varg pas vargu, ndërsa ti fillon dhe studion fjalët siç i përdor Zoti, Zoti do të japi nuanca të ndryshme të kësaj fjale. Do të japi histori, do të japi shembull praktik që kur ti e shpjegon, kishte dashur të flasim sot për cilësitë e një drejtuesi. Si do të jetë një drejtues? Do të jetë i pafajsueshëm. Çfarë do të thotë kjo gjë? Atëherë ti fillon dhe i merr vargjet me radhë. Siç e ka përdorur Zoti, fillon i praktikon, edhe u jep atyre shembull konkret, nuk e që ti shpikësh ti, ishte njëri që bëri kështu, ka raste kur histori personale kanë vlerë, padyshim. Por në të parë do bazohet ajo që Zoti thotë. Atëherë
varg pas vargu, shembull pas shembulli, Zoti do të mbush me shembuj që ti ta kuptosh në radhë parë për veten tënde atë fjalë që ti thjesht i qartë. Mateu 12:5, Krishti thotë, apo se keni lexuar në ligjin se si në ditët e Shabatit priftërinjtë në tempull e përdosin Shabatin dhe janë të pafajsueshëm. Edhe njërë, ndërkohë më përpara ka qenë dhënë me fjalën të pafajshëm. Dhe ajo që përshkruan është që ndonjëherë priftërinjtë në shërbimin e tyre ndaj Zotit në tempull ose në tabernakull, ata i shkelin ndonjë nga udhërimet e Zotit. Për shembull, hanin bukën e paraqitjes, që nuk duhet ta bënin. Por, megjithatë Zoti thonë që ata janë të pafajshëm. Pra unë nuk do t'i ngarkoj me faj, jo se janë të pafajshëm, sepse ata mund të ishin të fajshëm dhe mund ta bëjnë një shkelje, por Zoti nuk ja ngarkon atyre fajin dhe nuk e përdor atë kundër tyre. Filipianët 2:15 që të jeni të pafajsueshëm, të papërvyer bijtë të Perëndis, është një rast tjetër. Dhe kjo e para Timoteu 3:10, duke folur për djakun gjithashtu, përdor të njëjtin ndjenjë. Cilësia duhet të jetë pa fajsueshëm. Pra, kjo është vetëm një shembull i thjeshtë se si duke përdorur thjesht kuptimin e thjeshtë në Bibël, ti je në gjendje që të marrësh konkretizimet se si e përdor Zoti atë fjalë në Bibël. Një shembull tjetër, vazhdojmë po te para Timoteut 3:2, thotë një peshkop do të jeni pa fajsueshëm, bashkëshortë të vetme e përmend ato në pjesën e parë, bukur bashkëshort, thotë vigjilent i esull me sjellje të mirë. Okej, kjo fjala vigjilent është përdorur në përkthime të mëparshme, është përdorur me fjalën i përkor ose sogjetar, përdorur në djatën e vjetër, ndonjëherë është përdorur si shprehje, në vend të vigjiloni është përdorur si me shprehjen e rini zgjuar, por kjo si fjalë është shumë e rëndësishme sepse lidhet me shumë vargje që flasin pikërisht për këtë gjë. Mateu 24:42. Prandaj vigjiloni se nuk e dini në çfarë vjen Zoti juaj. Dhe ka qenë në ABS, ka qenë me rini zgjuar. Dhe rini zgjuar nuk është gabim, por thjesht sepse rini zgjuar nuk do të thotë që ti po vigjilon. Mund të jesh duke ndonjë zgjuar, por ndoshta po shef Big Brother ose Huge Sister, nuk e di çfarë jep sot televizori, po ka lloj gjëra që u marrin njerëz në kohë. Ai thotë, "Okej, rini zgjuar, por vigjilo." Pra nuk është thjesht që nuk jam në gjuhë, do të jesh vigjilent. Mateu 24:42, prandaj vigjiloni se nuk e dini në çfarë vjen Zoti juaj. Por ta dini këtë, do ta kishte ditur i Zoti shtëpisë në çroj të vigjilencës, do të vinte vjedhësi, ai do kishte vigjiluar, e do të kishte lejuar që t'i shpërthej shtëpia. Pra, vigjiluesi është një fjalë të Kristoforit 2 që është përdorur dhe në djatën e vjetër, ato që më përpara quhej sogjetar ose quhej roje, dhe ajo që ndodh është që në djatën e re, sidomos në djatën e vjetër përdoret roja e vigjilencës, është që pjesa e natës, ishin 12 orë dite dhe 12 orë natë, që ndaj 24 orë të një dite. Ajo ndaj me roje të vigjilencës, që quheshin ata që vigjilonin për 3 orë me radhë. Dhe ishin 4 roje të vigjilencës. Dhe Zoti thotë këtu që ju duhet të vigjiloni sepse nuk e dini në çroj të vigjilencës do të vi vjetësi. Pra, kur e keni radhën ju për të vigjiluar, atëherë jeni besnik. Se kthehet Zoti sot, se kthehet pas një viti, pas 10 vjetësh çon ka. Në vigjilencën tuaj, në kohën që juve Zoti ju ka besuar që të jeni vigjilent, atëherë duhet jeni të tillë. Mateu 26, Krishti në kopshën e Gjetsemanit, shpirti im është jashtëzakonisht i pikëlluar, madje deri në vdekje rini këtu dhe vigjiloni me mua. Pra nuk do të thjesht të rini zgjuar. Por çfarë thotë asnjë orë nuk vigjilonit, prandaj do të vigjiloni dhe lutuni. Para Korintasaj 6:13, vigjiloni, qëndroni fort në besim, silluni si burra, jeni të fortë. Shifeni tani se si shton Zoti cilësitë e tjera për ta plotësuar këtë fjalë, kuptimin e kësaj fjale, për të dhënë një nuancë më të plotë. Çfarë do të vigjilosh? Do të thotë jo thjesht je zgjuar, do të qëndrosh i fortë në besim, do sillesh si burr, do jesh i fortë. Pra Zoti vetë i shton nuanca të tjera, fjalë të tjera për ta pasuruar kuptimin e asaj fjale siç ne e kuptojmë atë. Efesianët 6:18, duke lutur gjithmonë me çdo lutje përgjërim në frymër, duke vigjiluar në të me çdo këmbgulje në përgjërim me të gjithë
shenjtore. Pra shton edhe pjesën e lutjes, që ti jesh vigjilent, do thotë që dije edhe të lutesh. Kolekcionanët 4:2 vazhdoni në lutje dhe vigjiloni në të me falënderim. E para Tesalonikëve 5:6, prandaj ne mos flem, ja ku kemi pjesën e parë të gjumit, të mos bëjmë gjumë frymëror, siç bëjnë të tjerë, por le të vigjilojmë. Pra nuk është thjesht që të mos flem, por duhet të jemi edhe vigjilojmë, e të jemi esër. Tani shikë si i lidh prapë Zoti këto dy fjalë, të qenit vigjilent dhe të qenit esër. E para të dyta Timoteut 4:5, por ti vigjilon në çdo gjë. Duro sfilitjet, krye punën e ungjitarit, je provë të përmbushjes së shërbesës tënde. Atëherë ti si student i fjalës Perëndis, si pastor, si drejtues, kur fillon të studiosh fjalën, merr e shef aty në parë Timoteut që ky njeri duhet të jetë vigjilent. Atëherë në kërkim në website kërkon fjalën vigjilent ose vigjilo, ose e bën vigjil, pastaj me yll në asterik dhe të nxjerr të gjitha format që kanë atë rreth, dhe ti do të shikosh që pa e kuptuar vetë, Zoti të ka dhënë aq shumë material që ti ta kuptosh këtë gjë së pari për veten tënde. Sepse padyshim ai që predikon duhet të jetë i qartë së pari çfarë thot Zoti. Pastaj çfarë do të predikojë të tjerë, çfarë do japë mësim të tjerë. Po Zoti do të jap aq shumë dhe do të mbush aq shumë, pse? Sepse ai i ka përdorur këto fjalë, ai di si janë përkufizuar, do të japë shembuj specifik që ti pastaj mund t'i përdorësh. Kujtoj fjalën e një pastori që thoshte, kur më pyesin, thotë, pastor, sa orë të merr ty gjatë javës për të përgatitur për të dietën? Ti predikon çdo ditë, sa orë të merr ty gjatë javës? Edhe ai tha, më merr 30 vjet. Tha, më fal pastor, si 30 vjet, po flasim për një javë, sa orë të merr? Jo, më merr 30 vjet. Sepse nuk mundet, përgatitja e një pastori nuk është vetëm java përpara se të predikojë. Ai ka një eksperiencë, pra aq posa ka qenë i shpëtuar me Zotin, që çfarë e ka bërë këtë punë, e ka studiuar këto gjëra. Dhe ndoshta s'do e përdorësh atë të dietën për predikim, s'ka problem. Por ty Zoti po ta mëson atë gjë, ndërkohë që ti kalon fjalë me fjalën e Perëndisë, e studion, e kërkon, je vigjilent për të parë fjalët, shembull, i mban shënim, atëherë Zoti pak nga pak fillon që ti ngulit ato. Dhe ato pastaj me kalimin e muajve, viteve bën një thesar që kur të kesh nevojë, Zoti do t'i kujtojë, do t'i nxjerrë ato nga thesari i asaj që ai ka dhënë gjatë viteve. Hebrejt 13:17 bini në atyre që kanë udhëheqjen mbi ju dhe në nështrohen atyre sepse ata vigjilojnë për shpirtrat tuaj, si ata që duhet t'i japin llogari, që ta bëjnë të me lazëllim e jo me hidërim, se kjo do të ishte e padobishme për ju. Pra flet për drejtuesit, e thotë që juve duhet të ndiqni drejtimin e tyre, duhet të nështroheni drejtimin e tyre. Pse? Sepse ata vigjilojnë për shpirtrat tuaj. Pra jep një konotacion tjetër të mënyrës se si një pastor, një njeri që ka këto ofiq, duhet të jetë vigjilent. Dhe këto janë thjesht drejt për drejt përkufizimet që vetë Zoti t'i jep. E para Pjetrit 4:7, për përfundimin e të gjitha gjërave është afër. Prandaj jini esot dhe vigjiloni në lutje. A shihni se si Zoti i bën tokë pra këto fjalë, pra të qenë esot dhe të qenë vigjilent, sepse nuk mundesh të jesh vigjilent nëse nuk je esot nga ana frymërore, po edhe fizike këto. Para Pjetrit 5:8, jini esol, jini vigjilent, sepse kundërshtari juaj djalli ecë për qartë si një muan vrumbullës. Shikoni sa shumë gjëra Zoti i lidh së bashku. Ezekiel 3:17, ky njeriu të ka bërë vigjilues për shtëpinë e Izraelit. Okej, na pësë të ka bërë roj, ose e parë sogjetar. Okej, ato nuk janë gabime, në fjalë të sakta. Problemi është që ti do humbasësh lidhjen kur fillon të kërkosh për fjalën vigjilues, nëse njëra është përkthyer në një formë, në një varg, në një varg tjetër është përkthyer në një formë tjetër, ato nuk janë detyrimisht gabim, por ti do humbasësh lidhjen midis tyre. Dhe privilegji që ne kemi sot me teknologjinë e sotme, që ne kemi mundësi ta studiojmë Biblën në këtë formë, është përgjegjësi përpara Zotit, që Zoti na ka besuar aq shumë dhe na ka dhënë ka shumë gjëra në dispozicion. Të ka bërë të vigjilues për shtëpinë e Izraelit. Mateu 14:23 thotë në rojën e 4 të vigjilencës së natës. Roja e 4 të vigjilencës së natës, pra nata ndahej me 12 orë, nga 3 orë secila. Dhe secila prej 3 orëve kishte vigjilues të ndryshëm. Çfarë bënin vigjiluesit në kohën e Izraelit? Ata rinin lart mbi një kull
dhe vrojtonin rreth e rrotut për të parë nëse kishte në një rrezik që po i afrohej. Dhe kur ata shikonin që nuk kishte një rrezik ose potencial për rrezik, atëherë ata i binin trumpetave që të lajmëronin popullin që ishin në gjumë ndërkohë, që shikonin një rrezik mund të jetë duke ardhur atëherë këtu dhe ndaheshin çdo 3 orë kishte vigjilues të ndryshëm dhe roja e 4 e vigjilencës së natës është e rëndësishme nga ana doktrinare, sepse ka të bëjë ne në periudhën e natës. Pali e thotë e para Thesalonikëve 5, Krishti thotë e Gjoni 5, në 9, Gjoni 9:5, përsa ato që unë jam në botë, unë jam drita e botës, dhe e krahason vetëm për me dritën e botës, me diellin, ndërkohë ne dielli tani është thyer, është në krah të atit. Kështu që ne jemi në periudhën e natës. Çfarë do të bëjmë në këtë periudhë? Duhet të vigjilojmë. Qoftë në vigjilencën e parë apo dytë, unë besoj që jemi afër fundit, kështu që ne duhet jemi në rojën e 4 të vigjilencës së natës. Nuk e di kur do të vi Zoti, por ardha e tij është e shpejtë. Gjoni 11, vargu 9 thotë Jezusi u përgjigj, a nuk janë 12 orë në ditë? Nëse dikush ecën ditën, ai nuk pengohet, sepse e sheh dritën e kësaj bote. Por nëse dikush ecën natën, ai pengohet, për shkak se në të nuk ka dritë. A shikoni se sa bukur Krishti e përcakton se sa orë janë në një ditë? Janë 12 orë ditën thotë, a nuk janë 12 orë në një ditë? Pra 12 orë në ditës, 12 orë natës, dhe ato ndahen nga 3 orë secila me roje vigjilencë natën dhe ne duhet jemi vigjilues. Prandaj fjala e saktë ka rëndësi, sepse ajo që Zoti shfaq është më e rëndësishme. Te Luka 2:8 thotë, në të njëjtën krahin ishin disa barik duke ndenjur në fushë dhe vigjilonin rojë natën mbi grigjën e tyre. Luka 2 padyshim e dimë është historia e lindjes së Jezu Krishtit, kur engjëjt vinë dhe u tregojnë barikëve, por kujt ja treguan ato ardhmën e Krishtit? Kujt ja treguan engjëjt? Nuk ja treguan farisejtë. Ja treguan vigjiluesve. Ata që bënin rojë, vigjilonin rojë natën mbi grigjën e tyre. Një bari është një pastor, pastori është bari. Ajo është kuptim. Ai është caktuar mbi një grigj të caktuar. Dhe kur ti je vigjilent, kur ti vigjilon mbi grigjën që Zoti të ka besuar, atëherë ajo që ndodh është që Zoti do të zbulojë, ndoshta do të vinë engjëjt nga lart, por Zoti nëpërmjet fjalës së tij do të zbulojë gjëra që farisejtë nuk i kapin dot. Pse? Sepse këta njerëz ishin besnik dhe në kohën e natës ishin me grigjën. Është një shëmbëtyr shumë e bukur e asaj që një pastor, një drejtues duhet të jetë. Tjetra është fjala e Jesut, Veprat e Apostolëve 26-25. Por ai tha, nuk janë të shmendur fort i shkëlqyer i fest, është fjala e parë përpara festit, por flas fjalët e së vërtetës dhe mendjes së esës. Pra që të jetë esë nuk do të thotë që s'ke pirë një gotë, do të thotë që e ke mendjen në vetë, që mendja është je i qartë, padyshim nëse je tap, nuk mund të jesh i esë nga mendja. Për që ato lidhen së bashku, por nuk është vetëm në anën fizike, është edhe në anën frymërore. Ka njerëz që janë të esur nga ana fizike, por nuk janë të esur nga ana frymërore, janë të dehur nga ana frymërore, sepse nuk kanë qartësinë e fjalës së Perëndisë. Në Matë 12:3, se nëpërmjet hirit që më është dhënë, i them çdo njërit prej jush që të mos e mendojë veten më lartë se ç'duhet, por të mendojë esën, sipas masës së besimit që Perëndia i ka përndarë çdo njeri. Çfarë do thotë të mendosh esën? Është sipas masës së besimit që i ka përndarë Perëndia çdo njeri. Ju ka ndodhur ndonjëherë që njëri është i sapo shpëtuar për 2-3 muaj dhe pa pritmas merr më tepër zbulesë se sa të gjithë pastorët në Shqipëri, dhe ai di më shumë se nga të gjithë. Zoti thotë një njeri që mendon në mënyrë të esur e bën të sipas masës së besimit. Pra Zoti nuk i bën gjërat pa rend edhe pa rend. Kështu që të kesh një mendje të esur sipas masës së besimit. Para Thesalonikëve 5:8, por ne që jemi të ditës, ja po është prapë ajo që thot Pali, që megjithëse ne jemi në kohën e natës, ne nuk i përkasim natës apo errësirës, ne i përkasim ditës dhe dritës. Le të jemi esur, duke veshur pazmorën e besimit dhe dashurisë për përkenare shpresën e besimit. Çfarë do thotë jesh esur? Këtu Zoti të shton në listën e përkufizimeve disa cilësi të tjera. Do të veshësh pazmorën e besimit dhe të dashurisë dhe për përkenare shpresën e shpëtimit. Këto nuk janë lista që i shpikim ne. Këto janë lista që ti jetë Zoti, ndërkohë që ti thjesht kërkon
Thjesht e futa të fjalën në kërkim edhe sheh si përkufizon Zoti. Dhe në çdo varg që sheh e mban shënim, edhe Zoti pa pritur të ka bërë një listë të gjatë me shembuj konkret, me vargje, me përkufizime, edhe ti nga ajo që Gjepi tha që Bibla nuk është me interpretim vetjak, nuk është që duhet të shpikësh ti një përkufizim. Ti shkon në Bibël edhe e lë Zotin që të mësoj. Një tjetër, te Jobi 12:25, është përdorur një fjalë tjetër, sinonim, që thotë ata ndijojnë me duar pa dritë në errësirë dhe ai bën të marrakëmbët si një ideu. Një ideu i merr në këmbët, dhe kjo është fjala marrakëmbët, është një fjalë që është përdorur 5 herë në Bibël dhe 4 herë në Vjetën e Vjetër, për gjithmonë e përdorur në kontekstin e njeriu të dehur. Psalmi 107 thotë ata shalakaten para e mbrapsht, marrakëmbën si ideu, janë në fund të mendjes së tyre. Isaia 9:14, Zoti ka përzier një frymë të çoroditur mes tyre, dhe ata kanë shkaktuar që Egjipti të gabojë në çdo vepër të tij, si një i dehur që marrakëmbet në të vjellat e tij. Isaia 29:9, ndareni e çudituni, të rrisni e përkitni, ata janë të dehur, por jo me verë, marrakëmbën, por jo nga pija e fortë. Dhe pastaj ajo që Zoti bën është e përdor këtë fjalë një herë në Vjetën e Re, te Romanët 4:20. Në lidhje konteksti me besimin e Abrahamit, ai që është shembull besimi edhe për kishën. Dhe duke folur për Abrahamin, ai thotë në vargu 20, dhe nuk marrakon te premtimi i Perëndis nga mosbesimi, por ishte i fortë në besim, duke i dhënë lavdi Perëndis. Atëherë ajo që ndodh është që në listën e sinonimeve, ndërsa ti je duke studiuar, çfarë do thotë që ti jesh vigjilent, çfarë do thotë që ti jesh i jesur. Zoti ta pasuron atë listë duke krahasuar, nuk je i jesur, atëherë je i dehur, të dehurit i merren këmbët, dhe pastaj të jep në antitezë me të, të jep krahasimin e një njeriu i cili nuk u marrakon. Nëse ata që janë të esur ecin si të dehur dhe u merren këmbët, këtu është rasti i një njeriu i cili është shembull edhe për ne si besimtar të kishës, i cili thotë nuk u marrakon. Pra Abrahami ishte i esët, dhe ai eci drejt me Perëndin, eci me besim me Perëndin. Pra nuk ishte tek kategoria e mosbesimit, por ishte i fortë në besim. Atëherë e gjithë kjo, nëse ti i mbledh së bashku dhe bën një listë të gjithë sinonimeve që Zoti jep, edhe i bën thjesht një kërkim, i shef varg pas vargu, ti do të shohësh që Zoti do t'i lidhë fjalët aq bukur, edhe do të kesh aq shumë material saqë mezi pret pastaj të takohesh me dikë që të ndash nga fjala e Zotit, sepse Zoti do të shfaqë gjëra të mëndshme. Kjo është mënyra se si Zoti e ndërthur fjalët e tij. Prandaj fjalët individuale kanë rëndësi. Fola pak për kërkimin tek Biblia.online me fjalë, me shprehje, një gjë, pra fjalë individuale, shprehje, rrënjë fjalësh me yll, lemantizimi i fjalëve. Është një term që përdoret kur bëhet një lidhje midis gjitha formave të fjalëve, qoftë flakimeve, temave, qoftë zgjedhimeve. Shumë fjalë kur lakohen ose zgjedhohen janë të ngjashme me rrënjën e fjalës, por ka të tjera të cilat nuk janë. Për shembull, nëse ti kërkon për fjalën mëkat, dhe është kërkimi thjesht, kërkimi do të shfaqë rezultate edhe për mëkatoj, mëkatuar, dhe të gjitha format qoftë të zgjedhimit, të asaj si folje apo të lakimit si një emër. Kjo quhet lemantizimi i fjalëve. Kur kërkimi është aq inteligjent sa ta di që ti nuk po kërkon fiks vetëm për atë fjalë, po ti po kërkon për të gjithë fjalët që kanë atë si formë. Vështirësia është kur fjalët nuk qëndrojnë në format e sidomos të zgjedhimit foljen, nuk qëndrojnë në formën e asaj që është në dëftore, në vetën e parë, por marrin forma të ndryshme. Për shembull, nëse kërkon për foljen jam, por ajo është jam në dëftore, por është isha ose qesh, që se thua kam, kisha, pata, rosa nuk është. Do ta shohim me zgjura apo jo, disa vete janë zgjura. Por metodi i kërkimit e di që ato fjalë janë të lidhura me njëra tjetrën. Këtë mundohet të them që kur të kërkoni të dini që nëse doni vetëm fjalë specifike, atëherë vëreni në thonjza, edhe mund ta kërkoni. Nëse shkon pak te websajti, duhet të tregoj edhe një gjë.
që është e pa plot ende, te ato anash, në gjithu me kërkimin, majtas, klikoj aty. Këtu keni disa opsione që si doni ta kërkoni. Nëse doni shkronja si shtypen, pra edhe me fjalë edhe me të mëdhaja, nëse doni vetëm me fjalë të mëdhaja, do të dali kërkesa ashtu siç e bëni. Nëse doni me fjalë ose shprehje eksakte, si lexoj do të një që tu mund ta bëni këtu ose mund ta bini në thonjza. Kjo është e njëjta gjë. Nëse shkon pak poshtë, kjo është përputhjen e fjalës, nuk shkon në poshtë? Ajo, s'ka problem. Tek ekstra, shkon tek ekstra. Këto tani përdor variacione të emrave. Tani këto të treja që janë këtu nuk janë aktive akoma, por dua t'ju tregoj çfarë po vjen, Mendova që do ta kishim përfunduar deri tani, por nuk është përfunduar. Kjo, nëse i thua kërko variacione në emra, dhe e dyta me emra të ndryshëm, është kjo gjë. Ndonjëherë fjalët nga hebraishtja dhe greqisht kanë forma të ndryshme. Për shembull, formën për Elia, në djatën e vjetër është Elia, sepse ashtu është emri i tij në hebraisht. Forma e greqizuar e emrit nga hebraishtja është Elia. Kështu që nëse ti thua, unë po kërkoj për Elia, por dua që të shfaqesh edhe Elia, sido që ti qoftë në formën hebraike apo në formën e greqizuar, atëherë mi shfaq të tëra, sepse ajo formë mund të ndryshojë nga djata e vjetër në djatën e re. Kështu që nëse ke një personazh të caktuar që po kërkon dhe nuk e di që ai ka forma të ndryshme emrash, mund ta humbasësh në kërkim dhe nuk gjen një referencë. Duke aktivizuar këtë, atëherë kjo do t'i gjej të gjitha format. Nuk është aktiv akoma, po me herë Zoti së shpejti do jetë. E dyta është përfshi emra të ndryshëm. Nëse ti po kërkon për një emër personi ose të një vendi, i cili njihet me më shumë se sa një emër dhe e aktivizon këtë opsion, atëherë ajo do të nxjerrë të gjitha format e atij emri. Për shembull, Pietri ka disa emra në Bibël. Dhe ai nuk është thjesht nga një formë në një tjetër, por është një emër komplet tjetër. Jozue ose Joshuai në Biblën e Re ka disa emra të ndryshme, që nuk janë thjesht forma të ndryshme, por emra të ndryshme. Ai ka 3-4 emra me cilët njihet. Atëherë, nëse ti po bën një studim të një personazhi dhe nuk i di që ky person ka dhe emra të tjerë, apo ka vende të caktuara gjeografike, të cilat njihen me më shumë se një emër, atëherë thjesht e aktivizon këtë dhe ajo do të nxjerrë të tëra format e emrave, siç njihet ai person ose ai vend. Dhe në fund fare, që është shfaqje emrave e fjalëve, tash edhe kjo nuk është aktive për momentin, por do bëhet aktive. Ajo që do të ndodhi është që kur ti do kërkosh fjalën tjetër për fjalën vigjilent, ajo do të nxjerrë edhe këto sinonimet e tjera, pra Jesu, ideon, marakëmbën, etj, sido që të jetë tema e fjalëve sinonimike që është e ngjashme me atë që ti kërkove. Nuk është ende përfunduar këtë pjesë, kemi pak punë që ka ngjitur me të, por kjo do të vinë në ndihmë. Patyshim që kjo nuk zëvendëson studimin tuaj, ti prapë duhet studiosh, por duhet vinë në ndihmë që, kërkohet për këtë fjalë, por Bibla përdor pa edhe disa fjalë tjera që janë të ngjashme, janë sinonime, dhe ndoshta ke interes pasaj që thua, do ta kërkoj edhe këtë fjalë tjetër, do ta shoh si është përkufizuar, si e përdor Zoti këtë fjalë tjetër në Bibël, që të ndihmoj. Dhe pastaj pjesa tjetër është pjesa e emrave të librave. Si të kërkojmë me emrat të librave? Në shënimet që keni, kam vënë një listë të gjithë librave të Biblës dhe për krah këtyre format e ndryshme që si mund të kërkoni me atë libër. Për shembull, zanafilla. Mund të kërkohet duke shtypur të plot zanafilla, po mund të kërkoni edhe me zan. Bëje provë për gallat. Bëje zan 3. Zan 3, zanafilla 3. Ka space mbas 3-shit? Nuk ka space më 3. Bëje edhe me space. Jo, para 3-shit. Ka space para 3-shit? Hiqja space. Bëje 2 në këtë rast. Që dalë një rezultat tjetër. Zan 2. Prapë doli. Mund ta bësh ose ngjitur ose me space për të nxjerrë një ashtu të caktuar. Nëse po kërkon zanafillën, nuk ke nevojë ta dish, nuk ke nevojë ta shtypësh të tërë. Ligji për të rirë është shumë i gjatë për të shtypur i tërë.
por e ke ose me ligji, ose LIP, ligji I për të rirë. Okay? Kështu që në këtë listë që kemi dhënë të shënimet tuaja, e ke listën e shkurtimeve të gjitha për gjithë lipat e Biblës dhe mënyrën formës se si t'i kërkosh qoftë nëse kërkon një referencë specifike apo një kapitull të tërë I ke të gjitha të përfshira. Okej, kjo është pjesa e ilustrimit se si mund të përdoren veglat, nuk janë të plota në ato që ne kemi planifikuar që të sjellim, pra kemi shumë gjëra që janë ende në proces, por për fazën e parë donim që Bibla të ishte online, prandaj kemi hedhur online, megjithëse nuk I ka ende të tëra veglat që jemi në proces duke I zhvilluar, por donim dy gjëra kryesore. Motori përkimit që të jetë I aksesueshëm, edhe I përdorshëm dhe funksional, që të ndihmojë ta kërkoni Biblën dhe gjithashtu referencat e vargjeve. Pra janë 500 referenca vargjesh, nëse shkon në website, ok, aty. Në anën mbrapa, pra çdo varg klikon në njërin prej tyre, nuk ka rëndësi cila. Jo majtas. Edhe pjatas mund ta bëj pasi ke kërkuar. Por majtas poshtë çdo vargu ka një referencë, ka disa referenca të caktuara. Ok, mbyll atë, bëje expand atë në djathtas. Pra, ka shumë referenca. Dhe në qoftë se nuk I doni këto, do sa lexoni vargjet biblike nuk ka problem, shko lart emër, po mbyll atë. Thjesht çaktivizoje, edhe atëherë ke vetëm tekstin. Në qoftë se thua duhet të lexoj vetëm tekstin, mos u ngatro me këto 20 diçka janë. Okej, çaktivizoje dhe lexoj vetëm tekstin e Biblës. Por ato janë ndim në studim. Pra kur ti lexon një varg, ta dish që ka vargje të tjera që lidhen me atë varg, që janë të ngjashme ose mund të kenë të njëjtin kontekst, ose mund të kenë një sqarim të tepër, dhe thjesht ndërsa lexon mund të krahasosh pa humbur vendin se ku po lexon. Se ka të tjera të cilat të bëjnë që të shkosh diku tjetër, por ne donim ta bënim që aty ku je duke lexuar, ke shive një referencë shpejt, po prapë je aty nuk do humbasësh vendin. Donim që këto dy gjëra të ishin aktive dhe funksionale, ndërkohë që vazhdojmë punën për të përfunduar veglat e tjera. Një kujtes për ata që ndoshta nuk ishin nga fillimi dhe u bashkuam edhe pas drekës, për Biblat që do shpërndahen, nëse keni bërë regjistrimin nga faqja, atëherë do të kontaktojmë me udhësin, dash Zoti që nga e hëna do jemi ftuar me çështën e kontenerit, tashmë është në pontin e Durrësit, thjesht nuk janë bërë ende veprimet e zhdoganimit, kështu që ajo mund të marrë disa ditë dhe pastaj do të jemi në kontakt. Nëse nuk keni bërë regjistrim për kishën tuaj, ju lutem bëjeni që të mund të merrni edhe atë.